Gjivoshini pas shpinës time është një prej qendrave tregtare më të mëdha të Turqisë dhe një prej qendrave tregtare më të mëdha dhe më të investuara të botës. Ndodhet përballë urës së Bosforit, Gjivoshini pas shpinës time, dhe është kjo qendër tregtare që po shihni këtu. Quhet Zorlu Center. Në vitin 2007, investitorët e saj e blen këtë terren pranë urës Bosforit për 800 milion euro. Ata investuan dhe 2.5 miliard euro në drejtimin e arkitektit Emre Erolat, njërit prej arkitektëve më të famshëm Turqisë, i njohur dhe për disa vepra në Shqipëri. Ata ndërtuan 3 zona rezidenciale, që janë këto 3 kullat që po shihni përballë, njëkohësisht një kull të 4 që përbën hotelin Raffles të Stambollit, një prej hoteleve më luksoze të Turqisë, dhe këtë qendër tregtare, e cila ka rreth 180 dyqane, si dhe një qendër polifunksionale arti, multikinema dhe hapësirë publike. Gjëja më interesante e projektit është që i gjithë projekti nuk ka asnjë pamje betoni, por çdo taracë është mbuluar me gjelbrim. Madje është kthyer në një lloj parku publik. Njerëzit mund të lëvizin përmes qendrës tregtare nga kjo hyrje këtej në drejtimin tjetër, duke ecur vetëm në mes të gjelbrimit. Pra është një moll i hapur për të gjithë, ku gjelbrimi dhe mbulimi i terracave e kthen atë në një park në qendër qytetit. Gjërat që ne na mungojnë në Shqipëri, për shembull.